Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka ndërhyrë gjatë kësaj të premtej e me mjetet e rënda për shembje në një godinë 3 katësh në lagjen 1 Maj në Vlorë, e cila prekej nga projekti i lidhjes së rrugës mes Transballkanikës dhe portit detar. Procesi i shembjes u vonua për shkak të kundërshtimeve të pronarëve, të cilët kishin çuar në gjykatë mosmarrëveshjet mbi vlerën e dëmshpërblimit. Banorët kanë kundërshtuar vazhdimisht shumat e ofruara, duke argumentuar se ato nuk pasqyrojnë çmimin real të tregut. Edhe në aksionet e mëparshme për shembjen e objekteve në këtë zonë, banorët kanë shprehur pakënaqësi dhe kanë protestuar kundër vendimeve, duke kërkuar vlerësimin më të drejtë të pronave të tyre. Aksioni është ndjekur nga afër nga drejtori i përgjithshëm i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit Afrim Qendro. Ka reaguar për këtë aksion Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Në një deklaratë zyrtare, ky institucion shpreh se në kuadër të realizimit të projektit lidhja rrugës transballkanike me portin detar të Vlorës, me zhvillues Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe përfitues Bashkinë e Vlorës, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për lirimin e hapësirave në rrugën Irakli Pylli në lagjen 1 Maj. Në këtë kuadër, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit është kryer prishja e këtij objekti me sipërfaqe 336 m2, i cili përbënte pengesë për realizimin e plotë të projektit. Prishja u krye në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe në funksion të interesit publik, për shkak se objekti ishte ndërtuar në tokë shtetërore dhe pa dokumentacionin tekniko-ligjor, thot në njoftimin e tij Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit.